Në sezonin ardhshëm, Pogradeci pritet të përfshihet në guidat e operatorëve turistik vendas dhe të huaj, me synimin për të rritur numrin e vizitorëve dhe për të shtuar netët e qëndrimit në këtë qytet. Në një takim të zhvilluar në Pogradec me operatorët e Unionit Turistik Shqiptar, u theksua nevoja që turistët e huaj të mos e konsiderojnë Pogradecin si një destinacion tranzit, por të ketë paketat e dedikuara, ku parashikohen më shumë net qëndrimi, duke shfrytzuar potencialin natyror dhe kulturor. Promovimi është tepër i domosdoshëm dhe promovimi nuk është thjesht se duhet bërë vetëm duke ne promovuar Pogradecin ne si operator, i duhet promovuar edhe operatorëve kufitar, të cilët kanë mundësi ndoshta më të mëdha për të sjellë për ta inkluduar Pogradecin në ato itineraret e tyre. Afërsia me aeroportin ndërkombëtar të Ohrit krijon një avantazh të rëndësishëm logjistik, i cili do të shfrytëzohet për organizimin e paketave të përbashkëta ndërkufitare. Në fund të 2026 tha që do lidh një marrëveshje me Ohrin, besoj që ai, siç e tha dhe vetë, duhet 4 chartera do qëndrojnë dhe do vinë dhe bëjmë marrëveshje për të ardhur dhe në Pogradec për të kaluar një natë apo 2 ditë. Kryetari i Unionit Turistik Shqiptar bëri të ditur se në Pogradec do të ngrihet një degë posaçme e këtij unioni, e cila do të fokusohet në zhvillimin e paketave turistike 2 dhe 3 ditore. Nga ana tjetër, bashkëpunimi me kompani turistike nga Polonia dhe Çekia pritet të sjellin një fluks të ri turistësh. Të arrisim bashkëpunimin për shkak të edhe zhvillimeve të kohëve të fundit të Pogradecit, qofshë saj të rrugore, pra infrastruktura e cila ka përmirësim të madh, qofshë aksesimi i rrugëve të reja e cili ofron Tiranën. Për periudhën janar-gusht 2025 në hotelet e Pogradecit janë akomoduar 95.528 turistë, nga të cilët 18.314 janë të huaj dhe 77.214 janë turistë vendas.